Profesor, çfarë do të mendojnë shqiptarët që nga njëra anë shohin Berishën krah Belerit dhe nga njëra anë shohin ty krah Berishës? Bravo. Unë në dy raste që deri tani nuk fuqem me zotin Berisha, pavarësisht nga nuk kam ndonjë marrëdhënie të ngushtë apo të afërt siç kanë se unë jam ndonjë punëtor apo militant partie. Se po që për parti, unë kam pas Aleancën Ekologjike Europiane. Edhe atë e kam lobuar pak, po më shumë jam fokusuar në kontribute ndaj shpjegimeve të gjëra mjedisore, gjeologjike, me tërmetin, me Covidin, me mbrojtje çështjesh komunitare pafund, që po t'i rreshtoj janë shumë gjyqe të fituara, janë shumë. Plar edhe beteja të fituara në tavolinë. Vetëm në këtë tavolinë janë fituar me dhjetra beteja pa që nevoja gjyq. Dhe kur janë bërë gjyqe, edhe kemi humbur, por më shumë kemi fituar. Po dua të them këtë. Dua të them që me zotin Berisha në konceptin se kanë kuptuar kur që të zgjidhesh një minoritar në zonën e Marrës. Kur se kanë kuptuar këtë gjë. Sepse e jep përparësi që minoriteti është më i madh se sa pjesa shqiptare. Ndërkohë që Imara që janë shqip, këndon shqip, polifonin shqip, ka veshje shqip, ka etnokulturë shqipe dhe deri në 1830, kur kalonte Martin Liku, ai piktori traveler angles, edhe thoshte që në Imar do ishte disa burra din italisht për shkak të marrëdhënieve tregtare me Italinë. Ka dhe burra që din greqisht për shkak të marrëdhënieve me Korfuzin, greqisht, disa gratë nuk din asnjëra as italisht, as greqisht. Pra, nëna është ajo që bekon dhe rrit fëmijën. Kur nëna flet shqip, kur burrat qajnë shqip apo këndojnë shqip, do të thotë që ky minoritet i stisur, që fillimisht e thanë në formën e një profecie, e thanë disa herë, e thanë shumë herë, tash e besojnë dhe vetë. Që nuk ka lidhje fare Imara minoritetin kur kemi një jug Shqipërie, kur kemi një Epir, kur kemi një Qamëri, edhe kufiri me Greqinë është me Peloponezin e viteve 1830, për shkak se Andreuçi, Himariot, që luftoi krahun i parë, pastaj krahas Marko Boçarit në luftën e për pavarësi, jo të popullit grek, po të popullit shqiptar me banim që më vonë i quajt Greqi, pra me banim Albani më vëllai. Peloponezi ishte Albani. Dhe në të kuptim ta kanë preferuar ta quajnë veten grek për shkak të një zhvillimi që u bë kultura helene, u quajt greke, dhe i pëlqen që të jenë çik më lart. Sepse normal, Imariotët janë lebër, ndoshta edhe qendra labëris. Dhe kështu që me këtë unë me Berishën mund të jem edhe në luftë përhershme. Nuk e fal dot kur. Për shkak të kulturës që unë kam ose për atë që kam bërë për shqiptarinë. Po kam bërë 6 kongrese. Unë me Stepan Pingli, me Fred Bale edhe të tjerë, dashamirës apo antarë të Akademisë Renitona, kemi bërë 6 kongrese ku flitet për gjuhën shqipe, për etnokulturën. Unë s'mund ta jetë poshtë punën e shokëve mirë dhe të vetës time. Kam rreth 30 votime historike gjuhësore. S'mund ta jetë poshtë gjëri. Dhe kur nuk ka aq më tepër që kemi bëjmë për mua me një prototip i paqartë ose me dyshime të forta për ato që ka bërë, siç është zoti Beleri apo siç ka qenë zoti Bollano. Unë se kuptoj dot kur, por vulin që i dha zoti Rama duke vënë për krah ti, përsëri një mikun tim, kam asgjë me kryetarin aktual bashkisë, por nuk është se ti ke një popullsi 90-99% minoritare, e zëm se janë ca minoritarë. E zëm se, por nuk ka si të ketë minoritet, është vetëm që kanë vetë quajtur veten minoritarë. Atëherë ti vure një vull tjetër duke i dhënë edhe pjesën e qeverisjes majorancë i vure një minoritar tjetër. Kështu që për mua këto dy gabuan duke vulosur gjoja që dhe pra çfarë ndodhi që pikërisht 2 javë përpara, 23 të shkurtit, fillimisht kisha edhe ca qytetarë të tjerë kështu greke duke qenë me Beleri, bekuan momentin që Imara kërkon një autonomi ose të ketë statusin ose e ka statusin e ekonomisë, e bekuan ata në formë besimi, pastaj mund të vjedhë në formë qeveritare si kërkesë. Kështu që unë jam kundër. Gjallë në bodi, jo Berisha ti, jo e djata, jo koalicioni ti, gjallë në bodi, s'më trem dodi. Mbaj mend ti, shënoj e fortë fjalë. Nuk ka njeri të më trembi të dalë nga idealet që unë kam, ideal kuptimin e mirë ti, që është shqiptaria, që është kombi, që është gjua, që është familja, që është tradita konservatore e shqiptarëve, nuk ka burë nëna të më luaj nga këto istikame ti. Koalicioni është një gjë jashtëzakonisht e butë. Koalicioni është
vetë aleanca që jemi ne, aleanca konservatore, është aliazh, nga fjala aliazh, përzihet qymyri, karboni, përzihet me hekurin dhe bën qelik. Pra mund të ketë në këtë aleancë deri në momente të caktuara na bashkojnë ideali dhe luftojnë. Po nëse ti mua më prek brenda aleancës time konservatore, duke qenë në Këshillin e Urtë kryetar, dhe nëse ti prek parimet kanë bërë bast burrësh, betim burrësh me zotin avokat Goxha dhe me të tjerë. Nëse prek parimet e mbllatë shqiptarisë, me mua ta kesh punë ke, jo se unë jam në gjeni i madh, por do kesh sepse jam përkushtuar kësaj kauze të shqiptarisë. Fakti që nuk ri ditë pa bërë një gjë për shqiptarinë, sot për shembull bëm letër gjykatës kushtetuese në Maqedoni, që i thamë që kushtësi nesër në datë 11, sot është data 10, kushtësi nesër nuk mundet të bësh jo zyrtare gjuhën shqipe, sepse gjuha që lidh Maqedonë si slav me historinë dhe me Maqedoninë e Aleksandrit. Ndryshe pranore, Maqedoni e formuar në 1945 nga Josip Broz Tito dhe nga Stalini që të vinte ca bullgar slav e të bëhet Maqedonia. Pra, del Maqedonia pa rrenjë. Por do të them që në gjohë një javë, 2 javë ne organizojmë tryeza dhe unë s'mund të jetë poshtë të tryeza për vlerat e shqiptarisë. Për këtë punë që të paktën 10-12 vjet e fundit nga 2012 të smeta dhe këtej, nuk reshtim pa bërë një gjë për vendin, s'po them çdo ditë, po të paktën çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit. Kështu që kjo është puna për mua, është kërkon një diplomaci, por aty që unë mendoj me Aleancën Konservatore, si Këshilli i Urtëve, kryetari i saj, ose vetë unë si Sazan, edhe pa qenë Këshilli i Urtëve, nuk e toleroj dot. Nëse ceken dhe preken që mund të ndodhi kjo përplasje, nuk do të trembem kurti. Dikur gjyshi im luftëtar me push në krah, sot nipi ti, unë apo çka kam unë njerëz që më dëgjojnë, luftëtar me ide në mendje. Kjo është lufta. Prandaj nuk më trem ajo di që më që e koalicion, e pastaj se kam një pyetje më. E sepse jam koalicion. E qarti, integritetin tim do ta bësh ti qytetari thjesht shqiptar apo ti aktivist apo ti patronazhist, do të vësh dyshim ti integritetin tim, që më që bëra koalicion dhe unë mund të zbutem, përkundrazi. Do luftoj brenda sistemit shumë më mirë se ti jesh jashtë sistemit, jashtë koalicionit. Shumë më mirë lufton brenda ti. Sepse e kemi parë, ata që kanë qenë jashtë janë tretur. Të gjitha partitë e vogla që kanë qenë jashtë një koalicioni janë tretur, sepse është një luftë tjetër i nderuar, që pa përmirësuar 3 çështje të mëdha që kanë bënë me zgjedhjet, që është kushtetuta, që është neni zgjedhor, edhe që është komisionet e momentit votimit. Ndërkohë që diaspora ose u bë elektronikisht. Kjo ishin 4 gjëra që kemi kërkuar. Nga këto 4 një është fituar, vetëm votimi i diasporës. 3 të tjerat pa u zgjidhur këto, ti s'mund të bësh dot aleancat vogla, partitë vogla, njerëz pavarur, partitë pavarura nuk i bën dot, sepse nuk njihen këto me kod zgjedhor.